Hello, I'm Bernd Fischer. Thank you so much for allowing me to participate. Përshëndetje, unë jam Bernd Fischer. Ju falenderoj shumë që më dhat mundësinë të marr pjesë në këtë program. Më vjen keq që nuk mund të jemi pranishëm drejt për drejt, por fatkeqësisht ndodhem në anën tjetër të botës. So I understand that today's topic is principally various aspects of World War II in Albania. E kuptoj që tema e sotme ka të bëjë kryesisht me aspekte të ndryshme të luftës së dytë botërore në Shqipëri. Një temë që, nga sa kuptoj, mbetet ende shumë aktuale në Shqipëri. Dhe në fakt duket se ndikon edhe në politikën moderne deri në një farë mase. Modern politics to a certain extent. There are, of course, still many controversies. Sigurisht që ka ende shumë polemika në lidhje me luftën, pjesërisht si pasojë e interpretimit specifik të saj gjatë periudhës së gjatë komuniste dhe rivlerësimeve të ndryshme që kemi parë që nga fundi i asaj periudhe. The long communist period. I've been asked to comment on a series of specific issues with regard. Më është kërkuar të komentoj mbi një sër çështje specifike lidhur me këtë temë. E para ka të bëjë me pushtimin vet dhe nivelin e rezistencës ndaj atij pushtimi. Itself and the level of resistance to that invasion. Now, as we all know, during the communist period, the resistance to the invasion. Siç e dim të gjithë, gjatë periudhës komuniste, rezistenca ndaj pushtimit paraqitej në një farë mase si një kryengritje popullore e njerëzve, kryesisht në Durrës, me idenë që shteti nuk kishte rol dhe motivimi ishte qartësisht për të delegitimuar regjimin e Zogut, i cili gjatë periudhës komuniste u demonizua. Was of course vilified. This is something we'll return to momentarily. When the Italians invaded, they met with some resistance, not a great deal. Kur italianët pushtuan, u përballën me një farë rezistence, jo shumë të madhe. Pjesërisht për shkak se ndonse pushtimi ndoshta ishte i planifikuar dhe i zbatuar dobët, u realizua gjithsesi nga një forcë dërmuese ushtarëve italianë, kryesisht, por edhe elementëve të forcave ajrore që në pak ditë përfshin Shqipërinë. Basically overwhelmed Albania in just a few days. Now, when the Italians first arrived at Durrës, as I mentioned, there was some resistance, and this resistance. Kur italianët arritën fillimisht në Durrës, siç përmenda, pati një farë rezistence. Kjo përfshinte padyshim edhe banorët të qytetit. Ata morën pjesë aktive në përpjekjen për të mbrapsur italianët përsëri drejt anijeve të tyre. Attempting to push the Italians back to their ships, but I think it's also important to recognize that there was also organized resistance, in other words, state resistance. Por mendoj se është gjithashtu e rëndësishme të pranojmë që kishte edhe rezistencë të organizuar. Me fjalë të tjera, rezistencë shtetërore. Kishte një element të ushtrisë shqiptare. Tani, siç e dim, ushtria shqiptare nuk pati pjesëmarrje të gjerë gjatë luftës së dytë botërore, pjesërisht për shkak të faktit, ose ndoshta kryesisht, që për disa vite ushtria shqiptare këshillohej nga instruktor italian, këshilltar italian, me pajisje italiane dhe financim italian. With Italian equipment and Italian funding. As a result, these individuals were able to basically sort of undermine the effectiveness of the Albanian military, and as a result, it played. Si rezultat, këta individë arritën në një farë mënyre të minonin efektivitetin e ushtrisë shqiptare dhe për pasojë ajo luajti një rol të kufizuar gjatë luftës. Por një pjesë e këtij roli u dha gjatë pushtimit italian në Durrës. Pra kishte element të ushtrisë, por ndoshta edhe më me rëndësi, kishte element të xhandarmërisë, në veçanti ato të udhëhequra nga Abbas Kupi, i cili ishte një nga komandantët e xhandarmërisë rajonit të Durrësit. Those elements led by Abbas Kupi, who was one of the gendarmerie commanders in the Durrës region. Now, as I mentioned, the resistance was certainly limited. Nevertheless, the Italians. Siç përmenda, rezistenca ishte padyshim e kufizuar. Megjithatë, italianët pësuan humbje të ndjeshme. There is some dispute in terms of the specific number of casualties.
Ka disa debate në lidhje me numrin specifik të viktimave. Gjatë luftës, propaganda italiane vendoste këtë numër në ndoshta 12 ose 15 ushtarë të vrarë, ndonë se kjo ishte një nënvlerësim i ndjeshëm. Although this was a significant underestimation. The documents that I've seen, which are principally British and American documents, Dokumentet që kam parë, të cilat janë kryesisht britanike dhe amerikane, përmendin se banorët shqiptar të qytetit pohonin që ndoshta kishte rreth 400 viktima italiane. Dhe në këto dokumente ka një tregues, ndonse nuk thuhet shprehimisht që kjo mund të jetë një lloj mbivlerësimi. Si rrjedhoj, arrihet në një lloj mesatareje, dhe dokumentet sugjerojnë që ndoshta rreth 200 italianë u vrarën gjatë pushtimit të Durrësit në këtë fazë fillestare. Perhaps about 200 Italians were killed during the invasion of Durrës, this initial phase. The Italians, as we know, were initially driven back. Italianët fillimisht u smbrapsën drejt anijeve të tyre. Coastal